Sonte u kemi në komunikim virtual, por unë besoj në vigjilencën tuaj të plot mbi situatën dhe leximin që keni bërë për këto 4 ditë të ofensivës së fundit. Më thoni në bilanciatore dhe në makro të asaj çfarë keni parë, nga ofensiva izraelite deri tek kundërsulmi iranian. Cili prej tyre ju duket i faktorizuar dhe kush është në avantazh pavarësisht shifrave të këtij momenti që duket se investojnë edhe një lloj konfuzioni informativ? Duhet të thënë pikë së pari se ka shumë mjegull dhe dëm për të parë qartë dhe sinjali është përzier me shumë zhurma për të dëgjuar shkojur mesazhet. Thënë kjo sepse ajo që quhet mainstream media, pra mediat kryesore në botë, janë më shumë në fluckën perëndimore dhe i bëjnë eko mesazheve që kanë nga njëri tjetri, sesa realiteteve në terren, duke dashur të potencojnë atë mesazh që i intereson shefave, bosave, pagatorëve e kështu me radhë. Ajo që është evidente duket që Izraeli ka arritur një fitore spektakolare në sytë e perëndimit, duke asgjësuar dhe vrarë disa komandantë ushtarak dhe shkencëtar në gjumë bashkë me shumë civil të tjerë. Por kjo nuk është parë me të njëjtin sy dhe vlerësim nga pjesa tjetër e botës që nuk bën pjesë në të quajturën perandori perëndimore. Ambasador Biva, meqense ju dëgjova që ju folët për një operacion i cili është treguar i suksesshëm në sytë e perëndimit, por jo në sytë e botës, duke bërë një kontrast. Në të rast po përqendrohem tek boshti i familjes europiane. A ju duket praktikisht që për te çështjes së imazhit, që sigurisht mund të ketë një perceptim sa ndemi, a ju duket një faktor i cili është jashtë loje në një moment si ky? SBA është aktivizuar dhe sigurisht këtë e ka demonstruar, pavarësisht rezervave që ka. Po Bashkimin Evropian ku e shihni në një moment të tillë? Bashkimi Evropian ka kohë që nuk është lojtar përveç se të qenit pjesë të ashtuquajturës perandori perëndimore, e cila mbështet pa rezerva Izraelin, qoftë për genocidin në Gaza, qoftë për agresionin në Iran, qoftë për çdo gjë me formulën e famshme se Izraeli ka të drejtën të mbrohet. Domethënë është një shprehje gjenerike e cila nuk thot asnjë gjë dhe përsëri Izraeli në dy gjëra që ka arritur një fitore vendimtare me këtë sulm është që ka hequr nga rendi i ditës diskutimin për genocidin në Gaza dhe për shfaq veten si viktimë të sulmeve nga Irani, ndërkohë që ishte vetë ai që filloi këtë luftë. Nga ana tjetër, të tre objektivat kryesore që shpalli Netanyahu në sulm në fjalimin e vet mbas sulmit, që ishte eliminimi i rrezikut bërthamor, zhdukja raketave balistike dhe ndryshimi i regjimit, në të tre këto drejtime nuk se ka arritur në rezultat spektakolar, sepse, si të tha, kam përshtypjen në studio të cilën më ndoqa jo të tërën, po me hope, duhet patjetër një fuqi si Amerika që të mund të asgjësoj atë potencial bërthamor që Irani ka arritur deri tani. Megjithatë mund të thosha që edhe me ndërhyrjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës me gjithë potencialin e tyre ushtarak, do ishte vështirë për një vend si Irani që ta bie totalisht në kontroll dhe agresionet të tilla kanë përshtypjen që më shumë e nxisin që të shkojë drejt armatimit bërthamor se sa e neutralizojnë. Ajo që të rejë shumë vëmendjen për të parë në të tërën e vetë, se si përshtatet gjithë sa po ndodh në atë skemën e madhe të ardhjes në pushtetin e Donald Trumpit, i personi i cili do të bënte reforma në të jashtëzakonshme në Amerikë dhe ishte presidenti i paqes, pra kjo që po ndodh, i ka plasur në dorë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës duke e kthyer nga një president i paqes në një president disi karagjos, disi narcisistik tej masës, i korruptuar në palç me gjithë sa po dëgjojmë, po tash po del edhe si luftënxitës, kështu që në të tërë të histori, personi më i humbur në të gjithë të historinë më duket se është presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kredibiliteti dhe reputacioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në qoftë se vërtet Netanyahu
ka shfilluar sulmin eksakt kur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump po prisin një rezultat nga bisedimet, do të thotë që kryeministri izraelit ndjen veten shumë të fuqishëm ndaj presidentit të Shtetit Bashkuara të Amerikës me kontrollin më të madh që ai zotëron në Senatin amerikan, se sa vet presidenti, duke detyruar presidentin Trump të pranojë atë realitet që imponon kryeministri i Izraelit. Në këtë këndvështrim situata bëhet shumë më kritike. Kam përshtypjen që lufta Irani-Izrael është një gjë që do të zgjasë ndoshta disa pak kohë sa palët të eterojnë ato armatime që kanë në mënyrë të veçantë Irani, i cili nuk besoj se kanë një potencial të jashtëzakonshëm ushtarak për të përballur me Izraelin i mbështetur nga gjithë bota perëndimore.